në këtë edicion do të ndiqni. Kralani fshati Radhës me dëme të mëdha nga moti i ligë. Bie dritarja nga kati i 5 i objektit të ri të kuvendit komunal në Gjakov. Dy organizata shqiptare në Gjakov shenojnë 250 vjetorin e SHBA-s. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Moti i ligë që karakterizoi të hënën e 29 qershorit përveç Sermjanit, nuk e kurseu as fshatin Kralan, ku banorët raportuan dëme të mëdha. Evidentimi këtyre dëmeve ka filluar nga zyrtarët e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim nga komuna e Gjakovës. E hëna e motit me stuhi që përfshiu rajonin e Gjakovës ka shkaktuar pasojat që janë të dukshme në disa fshatra të komunës. Banorët e fshatit Kralan i janë drejtuar redaksisë të televizionit Syri, duke shprehur shqetësimet për dëmet të mëdha që u janë shkaktuar në shtëpi dhe kultura bujqësore. Njëri nga banorët e këtij fshati, Aslan Salihu, thotë se stuhia ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në pronën e tij. Fortuna që ke pardje, komplet kulmin e shtëpisë më ka hek. Qa edhe po shifet në për ora që ka gjujt pjesë. Dje kom bo kërkesën në emergjent, ata sot kënë me vlerësu domin. Mu nuk më pritet se krejt ujtë më ka him rana, edhe ma shpije kam baqen, me speca, me baston, me kompira, kjep, krejt mi ka dëmtu. Për të evidentuar gjendjen nga afër, në Kralan ka ndalë edhe zyrtarët të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim të komunës së Gjakovës. Ata kanë nisur vlerësimin e dëmeve jo vetëm në këtë fshat, por edhe në zonat e tjera të prekura nga stuhia. Sot është dita 2 që dalim për i verifiku gjendjen që ka ndodhur. Jemi konin Cermjan, atje ka dëme ma shumë. Atje edhe shtëpiat janë ma afër njëra tjetrës, edhe atje kanë bërë dëme shtëpia për shtëpinë, pra kulmi u hek, ran shtëpi tjetër, pra ka pas dëme shumë atë dhaja, atje janë shumë ma shumë shtëpia. Sot jemi në fshatin Kralan, jemi me një familje këtu ku kulmi i garazhave të tjerë këtu është ra në për livadhe. Kjo është shtëpia e tretë që po e vizitojmë sot. A tregoni se çka presin ndoshta banorët ose cila është ajo ndihma që mund t'ja ofroni ju? Na si drejtori kemi obligim me dalë mi verifiku gjendjen, mi vlerësu paka shumë, mi marrë shënimet, adresën e gjithat mi marrë, t'ja paraqesim pra organeve matutjeshme. Pra tash formon komisionet e kështu me radhë. Banorët shpresojnë që pas evidentimit të dëmeve të ketë edhe mbështetje konkrete për sanimin e pasojave. Po ashtu si pasojë e motit të ligë, një dritare ka rënë nga kati i 5 i objektit në ndërtim të kuvendit të komunës së Gjakovës, duke përfunduar vetëm pak metra larg një shtëpie. Për më shumë detaje na njeh kronika e radhës. Errërat e forta që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit ka shkaktuar një incident në objektin e ri të ndërtimit të kuvendit komunal të Gjakovës. Si pasojë e kushteve të pafavorshme atmosferike, një dritar është shkëputur nga kati i 5 i objektit dhe ka rënë në tokë, vetëm pak metra larg shtëpive përreth. Fatmirësisht, në momentin e ngjarjes nuk raportohet për persona të lënduar. Pas ankesave të banorëve të zonës, ekipi i televizionit Syri ka dalë në vendin e ngjarjes, ku ka konstatuar se dritarja rrëzuar ende ndodhet në lokacion, pa u larguar nga autoritetet apo kompania përgjegjëse. Ky rast rikthen në vëmendje rëndësinë e zbatimit të standardeve dhe masave të sigurisë në objektet në ndërtim, veçanërisht gjatë kushteve të motit të rënduar, me qëllim parandalimin e incidenteve që mund të kenë pasoja serioze. Tridhjetë vjet më parë, delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës kishin miratuar deklaratën kushtetuese të dy kurrikut. E për shënim të kësaj dite, krerët institucional mbajtën një takim të përbashkët.
36 vjet më parë, delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës kishin miratuar deklaratën kushtetuese të dy korrikut, ku në këtë datë historike Kosova është shpallur një si e veçantë në kuadër të Federatës së atëhershme Jugoslave. E në shënim të kësaj dite, krerët institucional kanë mbajtur një takim të përbashkët. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu tha se Kosova e asaj kohe kishte shumë pak hapësirë veprimi, por nuk pranoi të trajtohej si krahinë e Serbisë. Deklarata përcaktoi aktin si vetëvendosje politike, e vendosi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë në kuadër të Federatës, përkatësisht Konfederatës Jugosllavisë dhe konfirmoi atë si bashkësi politike kushtetuese të qytetarëve dhe komuniteteve të barabarta. Ajo refuzoi amandamentet e Serbisë të vitit 1989 dhe vendosi që Kuvendi dhe bashkësia politike që përfaqësonte të emërtoheshin publikisht vetëm si Kosovë. Deklaratën e dy korrikut 1990, kryeministri në detyrë Albin Kurti e vlerësoi si shpallje normuese dhe juridike të Republikës së Kosovës. Pa Republikën e parë të Kosovës, atë të 1990-s dhe dekadës pasuese, nuk do ta bënim dot as Republikën e Kosovës si shtet i pavarur të vitit 2008, shtëpinë shtetërore të qendjes politike sot. Ndërsa kryetari i delegatëve që votuan deklaratën kushtetuese të dy korrikut 1990, Ilyas Ramajli, tha se kur e sheh Kosovën e pavarur, bindet se deklarata nuk ishte vetëm akt juridik. Këtë rrugtim i u bashku rezistenca gjithpopullore, sakrifica e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe mbështetja vendimtarëve e miqve tanë ndërkombëtar, në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të NATO-s. Të gjitha këto përbojnë hallka të pandashme të historisë sonë të lirisë. Sot, kur i kujtojmë atë ngjarje, ndjejmë krenari, por edhe përgjegjësi. Përgjegjësi për brezat e ri ta njohin këtë histori, jo për të mbetur peng i skaluarës, por për të ndërtuar të ardhmen mbi vlerat që në bashkuan atëherë, lirin, demokracin, unitetin dhe përgjegjësinë ndaj shtetit. Ky akt historik u miratua në rrethana të jashtëzakonshme, jashtë objektit të Kuvendit të Kosovës, pasi ndërtesa ishte rrethuar nga forca të shumta policore dhe ushtarake, dhe ishte akti që do të shënoj hapin historik institucional të pavarësisë së Kosovës, e shpallur nga 111 delegatët shqiptar të Kuvendit të Kosovës. Muaji korrekt do të sjellë në kino hyrje Hana super premiera për të gjitha moshat, e për cilat filma bëhet fjalë, do ta kuptojmë në kronikën në vazhdim. Muaji korrekt ndez ekranin e madh në kino hyrje Hana, duke sjellë për publikun 6 histori të jashtëzakonshme që prekin çdo moshë dhe shije. Gjithçka nis me rikthimin e aventurave më të pritura për fëmijë, ku filmi Minions premton një festë të vërtet humori dhe argëtimi pafund për gjithë familjen. Por përveç të qeshurave, ky muaj sjell edhe një dramë të fuqishme me filmin The Death of Robin Hood, i cili paraqet një histori të errët mbi kapitullin e fundit dhe betejat shpirtërore të heroit të famshëm. Të apasionuarit ndaj filmave të frikshëm, Evil Dead Burn sjell një luftë të përgjakshme për mbijetesë kundër demonëve që poshtojnë një familje. Magjia e animacionit vazhdon të poshtoj zemrat tona me rikthimin e filmit Moana, një udhëtim i rifrymëzues plot guxim dhe bukuri vizuale në mes të oqeanit. Për adhuruesit e tregimeve epike, The Odyssey sjell në ekran udhëtimin legjendar të Odiseut, ku çdo hap drejt kthimit në shtëpi kthehet në një betejë të vërtetë mbijetese. E në fund, për ata që kërkojnë adrenalin të pastër, Spider-Man Brand New Day sjell aksionin më dinamik të sezonit, ku heroi i lagjes përballet me sfida të reja. But you're in danger. You just have to trust me. Fine. Për një siguri më të lartë kufitare,
Dogana e Kosovës planifikon që të vendos skanerët X-ray në të gjitha pikat kufitare në Kosovë. E për detaje rreth këtij plani na njofton zëdhënësi doganave Adriatik Stavileci. Pas vendosjes së skanerit mobil X-ray në pikën kufitare në Merdar, Dogana e Kosovës synon që këtë teknologji të shtrejë në të gjitha pikat kryesore kufitare të vendit. Sipas doganës, gjatë vitit të kaluar është hartuar dhe ka nisur zbatimi i një plani për zgjerimin e përdorimit të skanerëve X-ray, të cilët do të vendosen në pikat kufitare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. E Adriatik Stavileci, zëdhënësi i doganave të Kosovës, tregoi më shumë detaje. Dogana gjatë vitit të kaluar kemi pas një plan, ose kemi filluar me zbatimin e një plani i cili ka përfshi i përdorimin apo zgjerimin e përdorimit të skenerëve mobil X-ray edhe në pikat në të gjitha pikat realisht për mbulimin edhe të pika kufitare me Maqedoninë e Veriut si dhe me Shqipërinë. Derisa e mirë e kësaj është që një pjesa kryesore këtyre skenerëve janë donacion nga organizata ndërkombëtare qeveritare, siç kemi pranuar skenerin e parë donacion nga qeveria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, derisa tani presim edhe ardhen e skenerëve të tjerë për të vendosur në pika tjera kufitare. Disa prej këtyre skenerëve do të jenë mobil, derisa disa do të jenë të skener statik. Mes tjerash, ai tregoi se skanerët X-ray mundësojnë kontrollimin e kamioneve dhe ngarkesave pa pasur nevojë për hapjen fizike të tyre, duke përshpejtuar procedura doganore dhe duke rritur efikasitetin në zbulimin e kontrabandës. Kjo teknologji realisht mundson kontrollimin e kamionëve dhe ngarkesave të tjera pa nevojën e hapjes fizike të tyre. Në këtë mënyrë e redukton kohën e procedurave doganore duke arrit kapacitetin e zbulimit e kontrabandës, armës, drogës apo mallrave të tjera të cilat potencialisht mund të jenë të fshehura në ndonjërin prej këtyre mallrave. Vendosja e skanerëve X-ray pritet të ndikojë në rritjen e sigurisë kufitare, luftimin e kontrabandës dhe lehtësimin e qarkullimit të mallrave, duke mundësuar kontrolle më të shpejta dhe më efikase në pikat kufitare të Kosovës. Sindroma vezoreve policistike është një nga çrregullimet hormonale më të shpeshta që prek gratë dhe vajzat në mbar botën. E ginekologja doktoresha Aida Komnova, ndër të tjera, tha se kjo sëmundje kërkojnë trajtim më të gjatë dhe menaxhim të vazhdueshëm. Sindroma vezoreve policistike është një nga çrregullimet hormonale më të shpeshta që prek gratë dhe vajzat në mbar botën. Ginekologja Aida Komnova shpjegon se cilat janë simptomat e parë që ndihmojnë në zbulimin e hershëm të kësaj sindrome. Gratë të cilat kanë vezore policistike, zakonisht e kanë ciklin e tyre të çrregullt menstrual, që do thotë me zgjatje më të mëdha se 35 ditë. Cikli menstrual nënkupton ardhjen e ciklit menstrual prej ditës së parë, do të thonë të gjakderdhjes, deri në ditën e parë të gjakderdhjes së ciklit tjetër. Nëse ky cikël do të zgjat më tepër se 35 ditë, atëherë duhet të bëjmë hulumtime hormonale në mënyrë që të shohim sa a kemi të bëjmë me vezor policistike apo ka edhe ndonjë problem tjetër. Simptom tjetër mjaft e rëndësishme është gjithashtu dhe aknet apo disa puçra që paraqiten në fytyrë, që nuk është 100% grave, pastaj është hirzutizmi apo qimet, të cilat paraqiten sidomos në regionin e mjekrës, të disa gra edhe në pjesët e trupit, të këmbëve dhe të duarve. Për te shqetësimeve të përditshme që sjell kjo sëmundje, një nga frikat më të mëdha për shumë gra mbetet fertiliteti. Në qoftë se vezori policistik të një paciente që dëshiron të mbetet shtatzan, është evident dhe ka mbi peshë, mundësia arritjes së shtatzanisë është më e vështirë. Ndërsa nëse kemi një vezor policistik të një paciente e cila është me një peshë normale trupore, që është diku në 30% të rasteve, atëherë mundësia arritjes së shtatzanisë është më e madhe. Mirë po, me terapitë të sotme, të cilat i përdorim stimuluese, domethënë suksesi i arritjes së shtatzanisë të vezorit policistik është mjaft i madh. Përveç trajtimit me medikamente, një rol të rëndësishëm në menaxhimin e sindromës së vezoreve policistike luan edhe mënyra të ushqyerit. Ushqimi është pika kyçe. Këto paciente nuk guxojnë të ushqehen me ushqim i cili ka karbohidrate. Domethënë duhet të ushqehen me vitamina, minerale, gjithashtu dhe me preparatet proteinike në mënyrë që të mbajnë domethënë organizmin vital, ndërsa në anën tjetër karbohidratet duhet të anulohen në tërësi, siç është buka, sheqeri, se edhe buka është bën pjesë në grupin e karbohidrateve, nëse ndërprehen dhe pacientja ka lënë peshën ideale trupore të saj, gjithçka do të jetë shumë e mirë.
Sindroma vezorëve policistike është një sëmundje kronike me prirje gjenetike të trashëguar. Ajo nuk mund të shërohet brenda një periudhe të shkurtër kohore, por kërkon trajtim dhe menaxhim të vazhdueshëm. Për nder të 250 vjetorit të pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shoqata intelektualëve në bashkëpunim me rrjetin intelektual shqiptar kanë organizuar për ditën e nesërme 2 aktivitete. Nesër në Gjakov shënohet 250 vjetori i pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shoqata intelektualëve Jakova në bashkëpunim me rrjetin intelektual shqiptar do të organizojnë 2 aktivitete përkujtimore. Fillimisht në parkun e qytetit do të vendoset gur themeli i obeliskut kushtuar SBA-s, ndërsa më pas në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi do të mbahet ceremonia përkujtimore me titull Ceremonia shënimit të 250 vjetorit të pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjakov. Aktivitetet nisin nga ora 11. Atleti gjakovar Tiran Mamusha është shpallur kampion i Kosovës për herë të 12. E se si shkoi kjo garë dhe planet për të ardhmen e Tiranit, na tregon vet ai. Në distancë të madhe, i la prapa vetes kundërshtarët. Atleti gjakovar Tiran Mamusha e ka nisur në mënyrën më të mirë kampionatin e Kosovës për senior, duke u shpallur kampion në disiplinën e 5000 metrave. Për garën më shumë na tregoi vet Tirani. Ka qenë kampionati i Kosovës, ku kam garu shtunën në 5000 metra, atje kam arrit me dalë kampion i Kosovës për gati erën e 12, edhe jam shumë i lumtur për arsye që edhe puna e jeme është ka shpërblehet, edhe pse kjo garë ka qenë shumë e mirë, domethënë ky rezultat i mirë për mua për arsye që javën tjetër garoj në gjysmaratonën e Zagrebit, edhe është një test i mirë, domethënë tu karzu formën edhe përgatitjen që kam bërë deri tash. Ai po ashtu foli edhe për llojin e përgatitjeve fizike. Zakonisht një pjesë kohës, domethënë një vikend ja kushtoj edhe pjesës së king, për arsye që mu largu pak prej rutinës time përditshme që kam vrapimin, ka herë vazhdoj me luaj tenis, ka herë boks, ka herë shkoj luaj në Milton në klubin e vllazënimit. Edhe mundona që pak gjatë një herë në javë, paktën se 2 herë në javë me ja kushtu pak një aktivitet që nuk e bëj për ditë. Edhe pak që më largu pak se rutinës time, se rutina një vrapusit profesionist është shumë e rëndë për arsye që ki shumë kilometrazh, edhe pak më largu qësej rutinës se mundona pak më kombinua dhe sportet. Ky sukses përbën një nicje të shkëlqyer të sezonit për gjakovarin, i cili synon të vazhdojë me paraqitje të nivelit të lartë edhe në garat e sezonit të radhës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kralani fshat i Radhës me dëme të mëdha nga moti i lig. Bie dritarja nga kati i 5 i objektit të ri të kuvendit komunal në Gjakov. Dy organizata shqiptare në Gjakov shënojnë 250 vjetorin e SBA-s. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.